Ne nuk kemi të vëna ende për atë se për çfarë po bëhet fjalë, ne vetëm dimë se forcat policore macedone se po luftojnë, janë përveshur në një grup i cili tani për tani është pa identifikueshëm. Ka viktima, ka të vrarë, ka të arrestuar. Ministria e Brendshme doli para pak kohësh me një njoftim dhe tha se janë në vazhdim të sipërt të aksionit dhe në azhësim të grupit terrorist, si thënë ata. Kjo ndërlidhet ndoshta edhe me situatën, jo ndoshta po gjithsesi me situatën, me ditët e fundit që po ndodh në Maqedoni. Ne kemi paralajmëruar dhe fatkeqësisht dolën parashikimet tona se regjimi aktual po mundohet të defokusoj vëmendjen nga ajo që po ndodh në skenën politike, sidomos me publikimin e aferës përzimeve, ku pritet të 2-3 ditë e ardhshme të dalin disa dhëna shumë shokante për regjimin dhe mënyra e vetme për ta shërdhuar, për të bërë shërdhuesin, zhurmuesin e këtyre aferave janë këto skenime që po ndodhin.